Përshëndetje, unë quhem Gracie Lita dhe jam 15 vjeç. Rrugtimin tim artistik e kam nisur që në moshë të vogël, pra që në moshën 5 vjeçare, ku në shtëpi unë sfiloja duke vendosur muzikën time të preferuar. Dhe mami, nga që e shikonte këtë pasion kaq të madh që unë kisha për modelingun, vendosi të më regjistronte në një konkurs bukurie. Këtë konkurs unë e fitova dhe aty filloi rrugtimi drejt sfilatave të modës, ku kam marrë pjesë në shumë sfilata, si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, pra në javën e modës në Milano, në javën e modës në Budapest, në Kosovë, në Shqipëri, ku jam vlerësuar me çmime të para dhe me shumë vlerësime të tjera. Pra, Miss Kids Albania 2020, Miss Kuqezina Elbasan, më pas Princesha e Vitit 2019 e shumë të tjera. Po në moshën 5 vjeçare, 6 vjeçare, unë u regjistrova në Qendrën Kombëtare të Kulturës për fëmijë, ku për disa vite ndoqja kursin e këngës, kursin e aktrimit dhe kursin e skulpturës. Nga dashuria e madhe që unë kisha për modën, në moshën 8 vjeçare vendosa që të bëja realizimin e këngës time të parë në bashkëpunim me Ervin Gonxhe dhe e titullova Modës sipërkas. Më pas kam realizuar dhe shumë këngë të tjera. Gjithashtu, në aktrim kam luajtur në disa role si E Bukura dhe Bisha, ku kam qenë në rolin kryesor E Bukura, ose ndryshe siç i themi ne fëmijët Bela, në Llampën e Aladinit, ku kam luajtur në rolin e Gjasminës, Mbreti Luan, ku kam luajtur në rolin e Nalës, Pse u zemëruan shkronjat, që kam luajtur personazhin e shkronjës me 2 kaçërerat ke balli. Më pas, Zonjush Plastika, ku kam qenë në rolin e Ngricat e Pricës, dhe mund të them që unë kisha privilegjin që të merrja pjesë në këtë aktrim, pasi aktrova me aktorë të mëdhenj të teatrit të kukullave. Gjithashtu, shfaqja Mbretëresha e Dëborës, ku kam qenë në rolin e mbretëreshës së Dëborës, ishte një emocion ndryshe pasi aktrova me fëmijët me autizëm, që në fakt të falin shumë dashuri dhe ndjem shumë mirënjohëse. Çdo fëmijë, nëse ka pasion dhe ëndra, sigurisht që këto ëndra dhe pasion realizohen në mbështetjen e një personi. Për mua, mbështetja ka qenë më shumë nga familja, të cilën i falenderoj shumë, por veçanërisht nga mami, që më ka ndjekur pas për 9 vite me radhë në çdo skenë pra pasken, dhe falenderoj shumë për mbështetjen dhe besimin që më ka dhënë. Në Qendrën Kombëtare të Kulturës për fëmijë u bë gati 2 vite që jam regjistruar në kursin e baletit, ku aty kam marrë pjesë në disa valle. Gjithashtu, do doja të ndaja me ju një emocion timin, ku në muzeon artistik kam prezantuar me kostumin e Xhubletës që është futur në UNESCO. Gjithashtu, kam prezantuar dhe në shumë evente, koncerte, si brenda, ashtu edhe jashtë Shqipërisë. Në këtë rrugtim për 9 vitesh, ka pasur momente që edhe jam lodhur, pasi kam pasur angazhime me shkollën, gjithashtu që duhet të dilja me nota të mira, e shumë të tjera, por nga pasioni dhe dëshira e madhe që unë kisha për të vazhduar këto kurse dhe për të vazhduar ëndrrën time, besoj se ja dola. Kam marrë pjesë në kursin e skulpturës, ku në atë kurs krijoja dhe ishte fillimet e mia kur isha në moshën 6-7 vjeçare, prej gati 5 vitesh e ndoqja këtë kurs, dhe më pas në kursin ton u ndryshua, u bë kostumografi, skenografi dhe erdhi mësuese Sergina Neziri. Duke i marrë që nga fillimi në kursin e skenografisë dhe kostumografisë, tema e parë ishte nëntori 2, ku në këtë temë secili nga ne fëmijët duhet të krijonte një moket me materiale të riciklueshme, një akt të filmit Nëntori 2. Më pas, po vitin tjetër, u realizua po filmi Nëntori 2, por kësaj herë me kostumografi, ku në Tejlao, secili nga ne fëmijët duhet të realizonte një personazh me copë dhe me ngjyra, ku unë zgjodha personazhin e Ismail Qemalit. Më pas, krijova fustanin tim të parë me 240 trëndafila, me materiale të riciklueshme, të gjitha të punuara me handmade. Po ashtu, në kursin e skenografisë dhe kostumografisë, nga mësuesja na u dha tema me materiale të riciklueshme, ku në këtë temë unë zgjodha të bëja lulen e lule diellit dhe bëra një fustan të gjithin të punuara me letra nga vetë unë. Në shtator të këtij viti
U konsultova me mësuese Serginën, ku më pyeti se si doja që ta mbyllja këtë rrugtim nënvjeçar dhe të dyja bashk vendosëm që ta mbyllin me një koleksion për disa fustanesh. Në këtë koleksion u bën gati rreth 36 fustane, të gjitha të krijuara nga unë me punim handmade, me dorë, me kartona, me ngjyra, me materiale të riciklueshme e shumë të tjera. Gjithashtu do doja shumë të falenderoja për mbështetjen gjatë këtyre viteve dhe që më besoi në sfilat drejtoreshën e Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë. Dhe po ashtu mësuese Sergina Nezirin për besimin, mbështetjen dhe çdo gjë që më ka dhënë gjatë këtyre viteve. Shumë faleminderit. Në datë 11 qershor të këtij viti, unë realizova ëndrrën time në një koleksion për 36 fustanesh, ku u mbajt në Teatrin e Kullave, dhe mund të them që ishte një emocion i papërshkrueshëm. Sfilata nisi dhe kështu mbaroi shumë bukur. Kur realizua kjo sfilat, kisha një emocion ndryshe nga tjetri, pasi çdo herë kur unë kam krijuar vetë një fustan, modelja kam qenë vetë. Kurse kësaj here në këtë sfilat, në 36 fustane, kisha 36 goca që më ndihmuan duke veshur fustanet, pra duke u bërë ato modelet e fustaneve të mia. Dhe ishte një emocion i papërshkrueshëm të shije fustanet që i kam krijuar vetë duke i veshur një person tjetër. Dhe për këtë gjë falenderoj shumë dhe jam shumë mirënjohëse ndaj gocave. Ky ishte rrugtimi i Grace-it dhe faleminderit shumë që më ndoqët. Ju uroj një verë sa më të këndshme.